Përjashtimi i papritur i Kristit nga Big Brother VIP Albania 5 ka shokuar banorët të mëngjes, por një detaj thelbësor tregon se historia nuk është aq e thjeshtë sa duket. Çfarë fshihet vërtet pas këtij vendimi ekstrem? Në zarfin e zi të lexuar nga Brikena, vëllai i madh njoftoi se Kristi përjashtohet përfundimisht dhe televotimi aktual anullohet. Menjëherë, nisën aludimet se shkaku ishte sherrri me mirin dhe kapërcimi i murit, por këtu ka një problem të madh logjik. Incidenti i rënd dhe tentativa për të dalë nga muri rrethues ndodhën disa ditë më parë. Për atë thyrje rregullash, produksioni tashmë kishte marrë një vendim duke hapur një televotim disiplinor për të. Big Brother nuk të dënon dy herë për të njëjtin gabim me ditë me vonesë. Çfarë ndodhi orët e fundit? Fakti që produksioni ndërpreu papritur një televotim që ishte në vazhdim për të sjellë një përjashtim të menjëhershëm, ngre dyshime të forta se një ngjarje e re mund të ketë ndodhur, arsye e cila ende nuk po bëhet e ditur zyrtarisht. A kemi të bëjmë me një tjetër shkelje të rënd jashtë syrit të kamerave, apo Kristi ka marrë një vendim të panegociueshëm për t'u larguar vetë, duke detyruar vëllain e madh të anullojë votimet? Të gjitha këto pikpyetje pritet të marrin përgjigje në spektaklin e radhës, pasi dukshëm prapa këtij zarfi fshihet diçka që nuk e kemi parë ende dhe nuk është transmetuar në asnjë kamerë. Ajo çfarë bën çudi është që edhe banorët nuk kanë reaguar për arsyen, por vetëm për përjashtimin e Kristit, prandaj edhe ata nuk kanë dijeni se çfarë ka ndodhur vërtet. Mendohet që Kristi të ketë bërë edhe një herë të njëjtin gabim, pra të kapërcej murin për të dalë, por nuk dihet ende dhe do ta marrin vesh më vonë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Cili mund të jetë vendimi i Big Brother apo cila mund të jetë arsyeja që Kristi është larguar nga kjo shtëpi? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.